ju ofrojmë një detyrë si kapiten të flotës ushtarake galaktike dhe komandanti anijes së re AMK 9000. Dhe së fundi, Lilo Pelekaj. Ti do të bëhesh ambasadorja jone parë në tokë dhe do të kthehesh në Hawaii për të bërë kujdestarja e eksperimentit. Përshëndetje YouTube, sot është dita e pishinave, ditë e dielli on top edhe të ikim me pishina. Sa e parë para pishinave. Duket se sa nxehtë është sot, temperatura shënon 30 gradë dhe dielli është maksimum. Ka shumë kohë, besoj se kjo temperaturë duhet të jetë edhe në Shqipëri dhe jam bërë qullë në djerës, duket besoj. Akoma në radhë, bas 20 minutash. Fund, radha mbaroi, jemi këtu te pishina edhe shumë bukur, shumë cute. Ja t'ju tregoj pak. Në kaq plot, nuk e di nëse keni parë ndonjëherë, po është full. Nuk kam ku e lë telefonin edhe do iki ta fus te rafti që janë raftet e sigurisë, kështu që nuk do bëj dot video. Edhe do në shojfemi kur të mbaroj këtu. Mirëpafshim! Përshëndetje YouTube, atëherë e di që jam vënuar shumë me këtë vlogun e radhës edhe me thënë drejtën kam filmuar shumë pak. Kjo javë ka qenë shumë ngarkuar, nuk kjo kam treguar ende besoj, po përveç punës që kam 6 orë gjys në ditë, kam nisur edhe 2 mini job. Njëri është 4 orë në javë, tjetri është 3 orë në javë. Dhe koha ka qenë e limituar. Normal edhe në shtëpi pastaj jo gatimi, jo pastrimi, madje shumë gjëra kam lënë mbas dore dhe i kam bërë në ditën që kam qenë më e lirë, kam bërë këto që kam lënë mbas dore ditën që kam qenë shumë ngarkuar. Dhe kam qenë shumë e zënë. Kam qenë e zënë edhe me diçka tjetër. Ne kemi vendosur për pushimet verore dhe gjatë gjithë kohës që unë isha e lirë, isha vetëm booking, te Temu, te Sheini, shikoja çfarë do blija për pushimet, shikoja hotelin, shikoja vendin që po vendosnim të shkonim. Ishim në dilemë për 3 vende. Shqipëria nuk ishte si variant, biletat shumë të shtrenjta, duke ditur që atje nuk mund shkojmë për një javë, duhet tjetë një kohë pak më e gjatë, kështu që kemi lënë për pak më vonë Shqipërinë. Një ndër opsionet ishte Amsterdami, Rotterdam, pjesa e Hollandës dhe plazhin ta bënim në Hag diku, ishte një plazh shumë i bukur. Dhe aty anulluam si opsion sepse në Amsterdam, Rotterdam po mendojmë të shkojmë nga pjesa e vjeshtës që të shëtisim. Dhe u anullua si opsion, plus ishte ditë ngrirë dhe riut, ishte shumë vend i ftohtë. Një mundësi tjetër ishte Lübecku, Lübeck besoj thon po. Nëse nuk gaboj, kështu e ka emrin, është vend bregdetar, lagët nga deti Baltik. Ne kemi 1 orë larg nga shtëpia dhe po mendonim ja vlen të harxojmë për akomodim dhe për gjitha, kur e kemi vetëm 1 orë larg nga Hamburgu dhe
nga Hamburgu. Do të thënë nga Hamburgu është pak më larg ndoshta, po nga qyteti ku rrim ne, nga Gestapo, ishte një orë e pak. Dhe po mendonim a ja vlen gjitha këto të harxojmë kur ne ndërkohë mund të ikim brenda ditës, të bëjmë plazhin dhe të kthehemi prapë në shtëpi. Po donim një pushim që të ishte pushim që trim atje gjatë gjithë kohës, të jemi gjatë gjithë kohës aty, sepse e dim që nëse do e bënim një javë vajtjardhje, e para nuk quhet pushim, e dyta do devijonim rrugës. Dhe kështu e anulluam dhe atë si mundësi. Mundësia e tretë ishte, kush ishte, kjo ishte ëndra ime, po është shumë shtrenjtë dhe menduam që këtë vit bënim ca pushime më të lira. Ishte Majorka, më pëlqente shumë deti, më pëlqente shumë ambienti, shumë jeta, gjitha, po shumë e shtrenjtë. Shkonte goxha shtrenjtë dhe e anulluam si mundësi, u hoq. Mundësia tjetër, pas kemi pas shumë mundësi se sa tre, tani po e shoh. Mundësia tjetër ishte në Turqi, Alajna ose Antalya. Nuk ishte shumë shtrenjtë, po mendonim më mirë t'ikim diku me makina, kështu që anulluam edhe Turqin. Dhe opsioni që ngeli, që s'm kishte shku në një mendje që do bëja pushime, ishte Polonia. Janë 3 qytete që janë afër njëri tjetrit, quhen si 3 qytetet me turistë në Poloni. Unë mbaj mend të emrin e qytetit ku ka plazhin, lagët nga deti Baltik, edhe quhet Sopot. Ishte shumë e bukur, çmimet nuk ishin aq shtrenjtë sa vendet e tjera, kështu që e vendosëm për aty. Ndërkohë janë dhe 2 qytete afër që nëse nuk gaboj janë Gdansk edhe Gdynia, nuk e di. Nuk e di, do të lë të shkruajtura diku këtu. Ishin shumë të bukura, ndërkohë aty ishte edhe moli më i gjatë në Europë. Jeta e natës ishte shumë e bukur, atmosfera në det mu duk shumë si në Shqipëri. Kishte dete që ishte si në Shqipëri tani, kishte dete që ishte si në Shqipëri ndoshta në vitet 2010, kështu që pjesa mbrapa ishin shazllonet dhe përpara mund vija çadrat. Kishte edhe dete që nuk e di më kujtonin atë fëmijërinë time, që ishin vetëm me njerëz me peshqir dhe me çadra. Dhe për një eksperiencë një javore është shumë e bukur. Këto pushime do jenë nga data 4 gusht deri në datën 9 gusht. Do jenë për periudhën time, domethënë për ditët e mia ditëlindjes. Në 6 gusht nuk kam ditëlindjen, kështu që vendosëm që për ditëlindjet bënim këtë udhëtimin. Unë i kam shumë qef udhëtimet, i adhuroj dhe gjithmonë kemi bërë udhëtime. Shqipërinë e kemi vizituar në çdo cep të mundshëm nga 2-3 herë, kurse jashtë Shqipërisë nuk ishin dalë. Prandaj vendosëm që këto pushimet mos t'i bënim në Shqipëri, po t'i bënim jashtë Shqipërisë. Dhe Poland is waiting for us. Do shkoj me burrin, do shkoj me motrën e vet, burrin e asaj, edhe 2 fëmijët që ju i njihni tashmë, Marlin dhe Royce. Kam bërë disa blerje në Temu, kam bërë disa blerje në Shein, nuk kanë ardhur ende. Kam bërë disa blerje të aksioni vajtëm dje, blevëm një çadër që ta kemi, blevëm ndërkohë edhe ca raketa tenisi, kështu quar, tenis për të luajtur tenis. Gjithashtu mora edhe vajin e parë në Zirës, atje bënte shumë lirë, edhe thash po e marr, nuk e di se sa i mirë është. Mbrojtjen e kishte 30, edhe nga jera duke shumë e mirë. Mora edhe një body spray, ishte shumë e mirë, erën e ka fantastike, që bënte 2 euro, edhe thash ta marr. Unë nuk është se kam përdorur shumë fakt body spray, kështu që nuk kanë emër, kam përdorur më shumë lloje që njihen dhe janë pak më shtrenjta, i merja në Shqipëri 15, 20, po jo, ky ishte shumë mirë, ja vlente. Kam blerë edhe tani, ky kremi, unë e kam parë, domethënë e kishte parë Kunata te një që bënte vlog, te një vlogere. Dhe unë nuk e kisha përdorur dhe nuk e dija që ekzistonte një krem në këtë lloj formati, që ndërkohë ishte për fytyrën, për trupin dhe për duart, dhe kushtonte diku te 7 euro te DM-ja dhe ishte perfekt. Ishte, nuk e di çfarë të them. Kam harxuar shumë lekë këto kohë. Kam marrë edhe ca gjëra ke Temu,
Po që vetëm kjo më ka ngelur pa e futur në vend, ka marrë disa gjëra të tjera dhe këtë do ta më përdor të pushimet. Kjo është për të futur ndonjë gjë të vogël këtu brenda edhe për ta patur që ti kesh të organizuara. Ndërkohë tani që kam porositur këtë temë gjëra, kam porositur disa të tjera që janë pak më të mëdha që ti kem gjëra të organizuara. Çka kam bler tjetër do thonë jo. Kam bler këtë bluzën që e kam veshur tashmë. Këtë kam marrë të Caja. Caja kishte 50% skonto dhe kam marrë këtë bluzën, kam marrë tutat që i kam veshur, për që këtu nuk duken. Për të largoj pak kamerën, ti shikoni tutat dhe t'ju tregoj dhe gjërat e tjera që kam bler. Okej, kam marrë edhe këto, janë shumë nga këto klirat fare, të gjëra, rrin shumë bukur. Mua më pëlqen ky stili, kështu nuk duken tamam. Nuk kam gojë largoj më shumë kamerën, po besoj se duken. Edhe këto ishin në 50% ulje. Tani t'ju tregoj gjitha gjërat më radhë që kam bler edhe të shikoni ndërkohë. Tjetër që kam marrë është kjo bluza, edhe këtë e kam marrë me 50% skonto. Siç e dini këto me viza tregojnë shumë mirë trupin, edhe këtë e mora, ishte pambuk dhe rri shumë bukur veshur. Nëse do ketë një gjë që unë do ta adhuroj këtë verë, pa diskutim do të jetë kjo këmisha. Është material, nuk e di ka duket, silino. Është shumë e hollë, shumë e lehtë, shumë e bukur, shumë e freskët, ngjyra shumë verore, edhe kjo me pantallonat bardha do ngjaj perfekt, mendoj. Kështu do më shihni pak shpesh me këtë këmishën tani në verë. Ky nuk është më nga Caja, ky është nga Vinted. Dhe për mendimin tim rri shumë bukur, është fiks për pushime në Poloni, pasi aty është koha mbas dite pak e freskët dhe është ky materiali që është i hollë fare dhe është me mëngë të gjata. Dhe për ne që jemi trupat të mbushur, ky modeli kështu mendoj është perfekt. Të kam marrë vetëm 5 euro. Atëherë duan 2 fustane kur ikëm në pushime, është edhe ky fustane, kam një të në prerje dhe të dy kam marrë nga 5 euro. Kanë qenë të dy me etiketë, domethënë ishin të paveshur. Thjesht personi që i kishte bler, i kishte marrë numër gabim dhe për këtë arsye i shiste me çmim më të ulët. Besoj duket me këtë prerje këtu. Masa është perfekte, ngjyrat janë shumë bukura dhe unë sot do iki të bëj një rezonancë dhe kam marrë pushim të puna, kam marrë pushim edhe burri, jam ngritur në mëngjes, tani është ora 11, jam ngritur në mëngjes, kam bërë punët e shtëpisë dhe do ikim atje. Besoj do nisem nga ora 12. Dhe atë fustane aty që e kam lënë rrëmuj, është fustane që e vendosa ta vesh dhe sot. Këtej është koha e mirë, është të ngrohtë dhe për këtë arsye thash, kam shumë kohë që nuk vesh fustan dhe thash ta vesh sot një fustan. Dhe jem dhe më komode atje dhe gjërat e reja, nuk e di a keni patur dhe ju, po unë kam patur që fëmijë që kur blej gjërat e reja, i kisha fiksim të vishja të gjitha. Atëherë që them vetë çka, këto 2 fustane që thash janë nga 5 euro, 10 euro të dy. Te Caja më kanë shkuar gjitha ato që ju tregova, më kanë shkuar 40 euro. Ndërkohë, par dje, mos gaboj, kam marrë edhe diçka tjetër që ishte me ulje nga 24, ishte me ulje 12 euro dhe i mora xhinset bardha të shkurtra. Janë material i trash, më pëlqyen dhe ca tjera që ishin si këto, po të gjata, dhe këtu kishin një si rrip të bardh, po nuk kishten mas. Do mërzita e qip, po s'ka gjë mora të shkurtra, nuk e merr ato klipan. Blerjet besoj se i kam mbyllur për këto pushimet, besoj, nuk e di të sigurt, po shohim e bëjmë. Kam harruar të tregoj gjën kryesore, por që nuk mund t'ja tregoj në kamera, kam blerë një nga këto tripodet që mban telefonin, besoj e vini re që unë nuk e kam në telefonin mbi tavolinë, pa ta marrë këtë në fillim. Ky ishte shumë i vogël, në foto dukej më i madh, dhe pa ta marrë këtë si fillim. Këtë tani e përdor kur të bëj ndonjë gatim, ndonjë gjë, dhe duhet telefonin mbi tavolinë.
Kurse ky tripod i madh e kam marrë me ofertë këtë temu 10 euro, mban telefonin, nuk e kam marrë nga këto me dritë, se unë kam shtëpinë me goxha dritare të mëdha dhe dritë ka me shumicë, kështu që atëherë unë vesha prapë këtë fustanin, se thash t'jem gati dhe ndërkohë thash t'i përgjigjem disa pyetjeve që ju më keni bërë. Nuk i kam shkruajtur dhe të përgjigjem, po do hap pyetjen, do e lexoj dhe pastaj do hap kamerën, do përgjigjem. Pyetja e parë që lexova ishte: do you prefer texting or FaceTime? Kur kam qenë më e vogël, ndoshta deri sa kam kaluar periudhën e adoleshencës, ndoshta deri 20 vjeçë, preferoja gjithmonë shkrimen, më pëlqente shumë shkrimi. Dhe kur ma nxirrte zakonisht në kamerë, më nxirrte njerëz, mami ose babi që flisnim, isha shumë siklet. Mbaj mend që asnjëherë nuk e kam pëlqyer dal në kamerë, gjithmonë më pëlqente të shkruaja, po ka ndryshuar. Tani më pëlqej shumë bisedat ballë për ballë, pëlqej shumë bisedat me kamerë dhe përtoj të shkruaj. Ndoshta kjo ndryshon me kalimin e moshës. Gjithashtu, më pëlqen shumë kur kam një bisedë që është e rëndësishme që jam duke shkruajtur, më pëlqen shumë ta lë për gjysmë dhe ta bisedoj live. Live gjithmonë në shkrim ti nuk e ngjon intonacionin e tjetrit, nuk e kupton ndoshta mënyrën e saktë që ai do ta thoshte, tingëllon ndryshe me të shkruar dhe tingëllon ndryshe me të folur. Kështu tani normal pëlqej bisedat ballë për ballë dhe bisedat me FaceTime, video call e tjera. Texting jam më shumë kur jam në punë, madje në WhatsApp zakonisht edhe kur jam duke shkruar, kur jam e lirë, gjithmonë preferoj voice, nuk preferoj shumë shkrime. Tani unë nuk e di kush ma ka bërë këtë pyetjen. Kjo pyetja ishte kushërira e preferuar. Dhe do jetë një nga kushërinë me siguri, se njeriu tjetër nuk besoj se i intereson ta bëj këtë pyetje, po nuk di t'jap një përgjigje. Kam dëgjuar shumë blogere, shumë goca që bëjnë vlog, që thonë, jo bë xheloze kushërira se unë isha më mirë se sa ajo, jo bëra unë xheloze se kushërira ishte më mirë se sa unë, u bë daja xheloz, u bë tezja, xhaxhi, halla. Te ne nuk ka funksionuar kjo, dhe kjo është merit e prindërve tanë. Ne jemi shumë kushërinj. Unë nga mami dhe nga babi jam më e vogla. Po, më e vogla jam nga të dy. Kjo për faktin sepse dhe mami dhe babi janë fëmijët e vegjël. Nga mami janë 6 motra dhe 1 vlla, nga babi janë 2 motra dhe 3 vëllezër. Dhe për faktin se janë si ta them, shumë fëmijë, ne jemi shumë kushërinj dhe ky është fat, mendoj, është shumë gjë e bukur sepse kushërinjt janë shumë të afërt. Ne te fisi jon jemi shumë të lidhur me njëri tjetrin. Tani disa kushërinj të mi janë mosha prindërve të mi, edhe mosha prindërve, do të thonë afërsisht janë një moshë. Dhe kjo ka sjellë se rrjedhoj që fëmijët e tyre janë mosha jon, jemi moshatar. Dhe mund ta them plot bindjen që ne jemi fisi më i madh për kushërinj. Por një preferuar ose një preferuar, unë po i ndaj shumë kushërinjt nga ana e babit, kushëra që kam patur më për zemër dhe që tani nuk është se flas shumë sepse ajo është me 2 fëmijë të vegjël, është në Angli dhe unë normal në Gjermani me jetën këtej rutina normale vetë ju largohesh në biseda, po di që jemi shumë afër me njëra tjetrën me zemër, është goca e hallës. Unë nuk e di domethënë, po periudha më e lumtur që kisha kur isha fëmijë ishte kur vinte halla te shtëpia jon. Halla ka 4 fëmijë edhe njëra goca e vogël është moshatare pothuajse me mua, jemi me 2 vite diferencë dhe normal më zi e prisja të momentin, nga që dhe mua mami nuk më linte të flija të shoqet ose të flinin shoqet të shtëpia ime, po kur vinin kushërira, ishte momenti im më i lumtur. Dhe normal, kur vajta në universitet në Tiranë kemi ndjerë shumë afër, aty kemi ndjerë shumë edhe me gocën e xhaxhit, edhe ajo është moshatare me ne, po me gocën e hallës nuk e di, ka qenë një marrëdhënie tjetër. Kurse nga ana mamit, unë i kam patur gjithë kushërinjt afër. Edhe nga që i kam patur gjithë kushërinjt afër, i kam patur
Tani shtëpia ime është në mes, këtej është shtëpia Tezës, këtej është shtëpia Dajes. Dhe të shtëpia Dajes rrinte gjyshja. Tani nga që aty ishte gjyshja, gjitha Tezët kur vinin aty. Dhe vinin shumë shpesh, normale se kishin maman e vet aty. Dhe nuk e di ç'a të them. Mund të them tani, unë kam një kushërir të vogël që nuk e kam fix kushërir të parë. Është goca e çunit Dajes, po atë nuk e fus fare të kushërirat, atë e fus e qyr kështu që nuk kam motor, edhe atë kam kështu si motor të vogël. Edhe e dua shumë, e dua me vërtet një lloj me vllajën tim. Edhe dje kishte diplomimin me qëra fjala, diplomimin e shkollës mesme, mbaroi shkollën e mesme. Dhe u rrit tani, nuk është më një e vogël. U rrit tani do shkoj në universitet. Edhe ju uroj shumë suksese kudo që të shkoj, Zoti ja bëv dritë edhe e dua shumë. Po e më njanoj atë, sa atë e fuske motrat. Tani, kur kam qenë shumë e vogël, që e vogël fare, marrëdhënia ime me çunin e Dajes ka qenë tjetër nivel, ka qenë, nuk e di, unë me këdo që binte muhabeti, po të fliste njëri për atë, thosha atë, për atë mos më flisni keq, se atë e quaj një lloj me Enean për vllajën tim. Dhe me vërtet që nuk e di të them një të preferuar, po ai ka një vend shumë të veçantë te unë. Normale ai ka qenë larg, është në Itali, edhe kam shumë kohë pa e takuar, kam marrë malli më shumë se sa për të gjithë, kështu që mendoj se ai është i preferuari. Nuk e di tani, nuk e di. Pastaj, me gocat e Tezës, unë i kam me vërtet, i kam gjitha si motra, gjitha, pa përjashtim, shkoj me gjitha shumë mirë, dhe i dua shumë gjitha. Nuk e di të ndaj një, kështu që po them, nga babi e di pse dhe çova një, se halla ishte e vetmja që vinte të shtëpia jon verë një muaj, vinte bënin plazh, më duket se një muaj rrinte, nuk e di, më duket shumë në periudhë që kënaqeshim atëherë, bënin plazh, kënaqeshim, që kur ishim të vegjël, vinte çdo muaj, të premte të shtunë, ikte të dielën, ishte gjatë gjithë kohës prezente dhe normal, kur është prezente, normal që e ke më për afër zemrës. Po dhe kushërinjtë të tjerë i dua, po ata për faktin se shumica njerëzve të babet tim janë në Angli. Dhe i kam patur shumë larg. Kjo ka ndikuar pastaj që me të hallës kemi qenë më të lidhur. Kurse me të mamet, se që thash, kanë qenë aty gjithë kohën edhe nuk di të veçoj një. Po do them dy emra, mos të ngeli hatër të tjerëve, po Hedin tash ju e dini që mezi e kam pritur që në momentin që e kam marrë vesh që është krijuar si embrion, nuk ishte ditë që unë mos ikja dhe ta puthja që mbarek. Dhe kur ka lindur, nuk e di, edhe nuk më kam penguar ndonjëherë që ta mbaj. Kur ka lindur ajo, unë kam qenë 11 vjeçë. Nuk më kam penguar që ta mbaj, e kam marrë kudo me vete, kudo e merja me vete, e mbaj, arrinte me mua gjatë gjithë kohës, dhe me vërtet unë nuk kam gocëdaje, po me vërtet ato i quaj si motor, dhe është ai relacioni kështu mendoj, gocëdaje, gocëhalle, relacion tjetër nivel. Dhe çuni dajes, jo, domethënë se tjerët nuk i dua shumë gjithë tjerët, po marrëdhënia me atë ka qenë ndryshe që në fëmijëri, dhe unë po flas për pjesën e fëmijërisë, nuk po flas për tani, se tani me gjithë kam marrëdhënie shumë të mira. Dhe i dua shumë gjithë kushërinjtë jam me fat që i kam, jam me fat që prindrit tanë na kanë mësuar që ta duam të mirën te njëri tjetri dhe mos kemi smir për njëri tjetrin, mos kemi të mërzitet njëri pse tjetri është më mirë. Jo, gjithë duam të shohim njëri tjetrin më mirë, nuk e kam ndier smirën nga të tjerët, as nuk e kam ndier ndaj meje, as nuk e kam ndier unë ndaj tyre. Dhe kjo nuk e di, jam zgjatur shumë te kjo pyetja, po jam zgjatur kaq shumë se me vërtet i dua të gjithë shumë. Pyetja tjetër ishte, a ju jep njerëzve mundësi të dyta?
Po, çdo kush duhet ju japi njerëzve mundësi të dyta, çdo kush gabon. Vetë Zoti na ka krijuar të gabushëm në këtë botë, dhe çdo kush gabon. Pse duhet largojmë nga vetja njerëz që ndihemi shumë mirë, që i duam shumë, që i kemi shumë për zemër, vetëm për një gabim që mund të bëhet. Jo, mundësitë e dyta duan dhënë. Jam shumë strikte te kjo gjëja. Nuk më pëlqen që të zjem me dikë dhe t'i mbaj më ri gjithë jetën për një gabim që mund të bëhet. Jo, është shumë, i shëshoj shumë gjërat, unë jam pak gjak nxehtë, edhe vetë, në momentin që kam një debat, një gjë, flas normale, po pastaj kalon edhe bëj sikur e harroj fare, do të thënë e harroj fare si gjë, nuk ndikon në marrëdhënien time me ta. Po, jap mundësi dyta, kam dhënë gjithmonë mundësi dyta dhe do vazhdoj të jap gjithmonë. Kjo nuk do të thotë që duhet zjene me mua. Pyetja tjetër, çfarë ke pishman në jetë? Pishman kam vetëm një gjë. Unë, kur kam mbaruar gjimnazin, kam nisur universitetin për fizik në Tiranë. Ka qenë ëndra ime, e kam patur shumë qef. Kam vazhduar atje 2 vite, ndërkohë bëja dhe universitetin dhe punën. Tirana nuk më pëlqente, nuk e përballoja dot stresin e Tiranës, zhurmën e Tiranës, jetën e Tiranës dhe largësinë nga prindrit. Dhe për një vit e lash. E kam lënë dhe jam kthyer në Durrës. Ky ka qenë pishmani i parë që nuk e mbarova si universitet për një vit. Pishmani tjetër, erdha në Durrës, fillova universitetin e ekonomist Aleksandër Mojsiu, kam filluar financë kontabilitet dhe e kam zgjatur shumë gjatë dhe ende nuk e kam marrë diplomën. Kjo për arsyen që kam punuar, kam punuar gjithmonë nga 2 punë. Nuk e di, unë them gjithmonë që po nuk pata lek në portofol, mua më kap koka. Edhe nuk rria dot me atë idenë që t'ju kërkoja prindërve lek, kur mund të punoja vetë të bëja goxha lek, dhe kam punuar, jam përkushtuar punës në maksimum. Ky ka qenë gabimi im. Por do ta realizoj si që ndoshta jo universitet, po diçka profesionale për një punë që në Durrës në Shqipëri mund quhen si universitete, këte janë si shkolla profesionale, do realizoj diçka. Patjetër, e kam kështu mast të vetja ime. Është gjunaf që unë kam mbaruar gjimnazin me mesatare mbi 9 dhe është gjuna që mos kem një universitet, kur po e mbaroj një universitet ata mesatare 5-6. Jo, është një mast për mua. Mast. Kafsha e preferuar, macet apo qend? Asnjëherë nuk e kam dashur macet. Gjithmonë kam patur qend në shtëpi që e vogël. Por edhe për momentin kam 2 qend të shtëpia. Domethënë, jo të shtëpia ime në Gjermani, të shtëpia ime në Durrës. Kam pastorin belg, që e dua shumë, ka qenë kur e kam marrë atëherë, kemi marrë bashkë me burrin edhe më është dukur sikur kam bërsuar një fëmijë, sikur kam marrë një kafshë, du vërtet shumë. Kam edhe një qen tjetër që është Shila, edhe ato e dua shumë. Kam patur edhe një qen që ka ngordhur, quhet Abi, dhe unë kam qenë gjithmonë marrëdhënia me qen ka qenë shumë e ngushtë. Macet nuk e kam dashur kurrë. Por tani këtu në Gjermani unë kam shumë vështirë të jetoj pa një kafsh, nga që jam mësuar. Dhe qeni do shumë angazhim, unë jam punë nuk pundem. Kështu që po e mendojmë seriozisht, burri ka patur mace në shtëpi shumë gjatë, dhe po e mendojmë seriozisht që të marrim ndonjë mace. Unë jam më shumë të ajo raca British Short Hair, po nuk e di, ndoshta kur ta kem macen që ta marr në shtëpi, ta kem timen, ndoshta do ta dua shumë. A mendon se ekziston shoqëria vajzë-djalë? Shiko, varet çfarë shoqërie ke. Çdo shoqëri ekziston, varet me qëllimin që ke. Unë kam qenë nga ato gocat që kam patur gjithmonë shoqëri. Dhe mendoj po, funksionon. Nëse ti je me rregulla, me norma, me gjitha, i tregon çdo kujt vendin e vet, po funksionon shumë mirë. Në momentin që shikon diçka që nuk të pëlqen, largohesh. Por pse mos t'ja japësh një mundësi, një shoqërie që ti mund ta kesh shumë të mirë. Kujt i trembesh? Kjo pyetje besoj që kujdoje që do ja bën, do ketë vetëm një përgjigje, Zotit. Vetëm atij, askujt tjetër. Pse? Vetëm ai na i sjell të mirat dhe të këqijat. Kështu që
vetëm Zotit. Do thosha tërmetit, po tërmetin e sjell Zoti, kështu që vetëm atij. Çfarë mendon për ndërhyrjet estetike? I lumt atyre që ju bëjnë, kanë qef ta ndryshojnë një gjë të vetja, nuk e pëlqejnë, le ta ndryshojnë, nuk ka asgjë të keqe, jam 100% pro. Edhe mua nëse nuk më pëlqen diçka të vetja ime, mund ta ndryshoj. E kam në mendje që dhe mund ta ndryshoj diçka, kështu që po, jam 100% pro. Kjo nuk është një pyetje, kjo se do ketë ardhur nga ndonjë ndjekës këtu në YouTube, po thot everyone likes you. Edhe unë dua shumë gjithëve, ju pëlqej shumë gjithëve dhe jam shumë e lumtur me gjitha komentet që marr nga ju. Jam vërtet me fat. Pyetja e radhës, pyetja ime nuk e di domethënë, më pa lidhje mendoj, kë do më shumë njerëzit e mamit apo njerëzit e babit, ose kë do më shumë mamin ose babin. Këto janë pyetje, kanë ardhur të dyja pyetjet. Edhe nuk do të përgjigjem fare, mendoj për faktin se nuk ka lidhje, është njeriu mamit, është njeriu babit, apo është që s'ka lidhje fare gjaku. Njeriu do më shumë njerëzit që i gjenden afër në çdo situatë, në çdo problem, në çdo të mirë dhe në çdo të keq. Kështu nuk ka lidhje fare, janë njerëzit e mamit, njerëzit e babit ose njerëz jashtë familjes. I dua shumë gjithë ata njerëzit që i kam pjesë tjetës time, nuk ka rëndësi se kush janë. Je shumë e mirë. Shumë faleminderit, edhe ju jeni gjithë shumë të mirë me gjitha këto komente, pyetje, më vërtet që më jepni shumë dashuri dhe nëse ka një arsye që unë jam shumë e lumtur që kam YouTube, është vetëm kjo dashuria që më jepni juve, është shumë e madhe. Poston shumë me fëmijë dhe një pyetje, a i do fëmijët kur do bësh beb? O zot, çfarë pyetje? Kush e ka bërë këtë pyetje? Po, fëmijët i dua shumë, më pëlqen shumë të rri me fëmijët, janë me vërtet pa djallëzi, pa shejtanlik, pa asnjë gjë, t'japin vetëm dashuri dhe beb nuk e di, në të ardhmen shpejt besoj, jo larg. Sa kohë ke në Gjermani, atë mungon Shqipëria. Po, mungon shumë, nuk e kisha menduar që do mungon të kaq shumë. Më mungon jeta që ka aty, mungon njerëzit që janë aty, po më pëlqen Gjermania, më pëlqen për rregullin që ka, më pëlqen për mënyrën se si këta e bëjnë jetën. Këta janë mësuar që të vegjël ashtu dhe kanë jetën shumë me rregulla, shumë me plane. Këtu është mundësia financiare më e mirë, kjo është arsyeja që kemi ardhur këtu. Kështu nuk mund të krahasohen të dyja. Kosova apo Shqipëria? Nuk ka ndarje, Kosovë, Shqipëri janë një. Unë kam shumë miq familje në Kosovë, kështu që unë nuk e quaj fare kështu si shtet tjetër, e quaj një. Shqipëri, Kosovë është e bashkuar, le të jetë ndarë me kufinj, prap me zemër, me gjak, jemi një. Single apo e martuar? Besoj se kam shprehur shumë herë këtu burri, e martuar dhe e lumtur. Çfarë ose kush të bën me nerva? Me nerva, kur mundohen të më bëjmë pa drejtësi, atëherë bëhem me nerva, ose kur unë mendoj se po më bëjmë pa drejtësi. Kjo është pjesa që unë nuk e toleroj dot, dhe kur më flasin me ironi ose kunja, nuk i durej dot fare, bëhem direkt me nerva, e shpreh që në fytyrë. Nuk e di se kush është kjo, kam lënë një kështu tjetër, një ask tjetër nga këto privatet, që më përshkruani me 3 fjalë, edhe ka shkruar dikush, e sjellshme, e mirë dhe nevrike. Po nevrike ku e pat, apo më njihni live. Ngjon, nevrike. Bëhem kur, siç e thash më përpara, kur më bëjnë pa drejtësi ose kur kam diçka, një arsye për të bërë me nerva, dhe mendoj që çdo njeri që ka gjak bëhet me nerva, pavarësisht se njerëzit të ndryshëm e shprehin në mënyra të ndryshme. Do you hate anyone? Jo, nuk urrej askënd. Jeta është shumë e shkurtër për të mbajtur urrejtje dhe emëri. Nuk urrej askënd. Si e njohur me burrin? Atëherë, ne kemi 5 vite bashk, jemi lidhur në korrik të 2020-s, me 7 korrik 2020. Jemi njohur, si jemi njohur, siç njihen çiftet tani në kohët moderne, në Facebook. Dhe jemi shumë të lumtur.
Ne jetojmë të dy në qytetin, kemi jetuar të dy në qytetin e Durrësit, po nuk kishim parë ndonjëherë live. Dhe ditën e parë që unë e kam parë live, kam ndjerë diçka në stomak, në zemër, kudo. E kam pëlqyer shumë që në atë moment, e kam dashur shumë që në atë moment dhe nuk e kuptoja, thosha si ka mundësi mund dua dikë kaq shpejt. Deri atëherë nuk isha besu kurrë në dashuri. Mendoja gjithmonë që martesa, gjokoti, nuk isha kështu fanse këtyre gjërave. Më duket sikur duhet martohesh vetëm për të bërë kalamaj, për të bërë beb, nëse kishe qef bebin. Po jo se do gjeja dikë që ta doja aq shumë, se që tani kam frikë që edhe kur të bëj beb do dua prapa të më shumë. Kam dashur që në momentin e parë e dua çdo ditë akoma më shumë dhe ne kemi ndenjur 2 vjet lidhje. Dhe më besoni ose jo, ato 2 vite unë lutesha çdo natë që të përfundonin bashkë. Dhe ku jemi tani bashkë, më e lumtur se sa kurrë, ndonjëherë e shoh dhe më duket si ëndër që kjo gjëja që të ndoja ka shumë realizua. Unë tani këtë vlogun po e mbyll këtu. Përgjigjet i dhash të pyetjeve. Nëse keni pyetje të tjera dhe doni që të përgjigjem, lini këtu në komente, edhe do i përgjigjem patjetër. Gjithashtu ju tregova çka kam bler, do ju tregoj kur të vinë gjërat e Temës edhe të shenjit. Dhe ju dua shumë të gjithëve, mirupafshim, më bëni subscribe, më bëni like, comment, më ndihmoni shumë të rritet vlogu im duke më bërë subscribe, kështu që ju lutem, më bëni një subscribe për të më ndihmuar që vlogjet e mia të ecin sa më tepër. Gjithashtu do shihemi në vlogun e ardhshëm dhe mirupafshim. Thank you all for watching.